I kemi hedhur 2 petat. Tani hedhim arrat. Për arrat hedhim pak sheqer të arrat që i kemi shtypur. Kemi bërë të vogla me ndihmën e burrit. Se duhet ndihmoj dhe burrit e baklavaja dhe i hapim. Në qoftë se duam të bëjmë 2 shtresa, i ndajmë petët. Jo, 2 nga 2 po. Si doni. Për çdo petë hidhi nga pak arra. Dhe shtresa e arrave është gati. Mundohemi ta hedhim sa më uniform. Dhe shtojmë petat e tjera. Për një petë të madhe më kanë dalë 2 sa për këtë tepsin. Për çdo petë tham hedhim gjalpin që e kemi shkrirë përpara. T'ju jap dhe një këshill, kur hapim petët, dhoma duhet jetë e ngrohtë, se nuk hapen mirë petët, po mos jetë dhoma shumë e ngrohtë. Duhet jetë në temperatura 22 gradë, që mund të arrihet duke ndezur kaloriferët. Se pastaj petët ngrihen dhe nuk keni vështirësi për t'i hapur pastaj. Ja dhe kjo është peta para fundit. Tek peta fundit nuk do t'i hedhim gjalpin, sepse duhet ta presim. Duhet ta presim në formë ylli. Te tepsit e rrumullakta prerja del më e bukur, po edhe këtu pak a shumë del më mirë. Marrim një thikë të madhe dhe fillojmë ta presim. E ndajmë në 2 pjesë të barabarta. Për së gjati dhe për së gjëri. Pak a shumë gjejmë mesin dhe e presim. Duhet ta presni deri në fund, se ju gënjen dhe kujtoni se e keni prerë, por pastaj keni vështirësi për ta hani, kur ta hiqni. Tani, çdo gjysmë, çdo pjesë e ndajmë përsëri për gjysmë. Ndihmojmë me dorën se ika. Dhe tani këtë e bëjmë paralele me vijën që kemi prerë këtu, drejt. E ndajmë sa kemi një pjesë të llokmës. E ndajmë edhe këtu, do ta bëjmë kaq, bëjmë llokma të vogla. Kjo prerje është e mirë sepse i shfrytëzojmë të gjithë, ndalin të gjithë llokmat. Prerjen tjetër nga paralele me këtë, do ta bëjmë paralele me këtë. Dhe marrim nga këtu, paralel me këtë vizën këtu, dhe formohet një llokëm. Dhe tjetrën, e bëjmë afërsisht njësoj, të prerje më nga mësu babi. Dhe tani, presim dhe këtë tjetër. Duhet jenë afërsisht njësoj me këtë që të krijohet ylli. Paralele me këtë që kemi përballë. Dhe këtë tjetër paralele me këtë. Vijën e mesit që ndam. Që të na dalin nuskat e baklavas. Edhe këtë tjetër. Shtu vazhdojmë për të gjithë tepsin. Ja dhe pjesa e fundit.
i çojmë deri në fund. Kjo mënyrë prerje del me pak qoshe. Ja dhe forma e yllit. Në tepsi rëmbak duket më bukur, po edhe kështu mirë duket. Hedhim gjalpin që ka ngelur në gjithë tepsin. Dhe pastaj vejmë për të pjekur. Duhet keni kujdes. Ju këshilloj që ta piqni avash me 150 gradë për 4 orë. Nëse piqet për 4 orë, 4 orë e gjysmë, petët ndahen shumë mirë nga njëra tjetra. Këtë e kam provuar dhe në këtë mënyrë më dalin pjekja, se baklavaja ka gjithë pjekja që të ndahen petët. Pastaj dhe shërbetin dhe kjo është gati për të vënë në furrë.